Policia e Los Angeles kreu arrestime në qendër të qytetit, ndërsa grupe me njerëz u mblodhën në kundërshtim me një urdhër ndalim qarkullimi që u dha nga autoritetet lokale pas ditës së 5 të protestave kundër operacioneve të Agjencisë së Migracionit për ndalimin e migrantëve pa dokumente. Aktet e vandalizmit dhe plaçkitjeve në qytetin e dytë më të madh të SBA-s karakterizuan protestat që nisën të premte në shkuar dhe për adresimin e të cilave presidenti Donald Trump mori hapin e jashtëzakonshëm të dislokimit të trupave të Gardës Kombëtare të Shtetit të Kalifornisë dhe Marinesave pa kërkesë e guvernatorit të shtetit. Protestat degraduan në akte vandalizmi edhe të martën, por një orë pas nisjes së gjendjes së ndalim qarkullimit, vetëm disa pjesëmarrës mbetën në qendër, ku policia arrestoi të paktën 25 persona. Një numër grupesh vjojnë të mblidhen në rrugën me Spring dhe Alamedas brenda zonës ku është ndaluar qarkullimi, kemi nisur arrestimet masive. U shpreh Departamenti Policisë së Los Angeles në një postim në rrjetin social X. Urdhri i ndalim qarkullimit u dha nga kryebashkiakja e qytetit Karen Bass, e cila shpreh se me të synonte të ndalte aktet e vandalizmit. Nga ora 8 e mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit nuk lejohet hyrja e njerëzve përveç banorëve të zonës, gazetarëve dhe shërbimeve të emergjencës në një zonë me sipërfaqe prej 2.5 kilometra në qendër të qytetit. Ndërkaq, në një fjalim televiziv, guvernatori i shtetit të Kalifornisë Gavin Newsom akuzoi presidentin Trump për përshkazimin e protestave, të dërgosh ushtri në rrugë është e paprecedent dhe kërcënon thelbin e demokracisë sonë, tha ai, duke ju referuar urdhrit të Trump për dislokimin në Los Angeles të rreth 4.000 forcave të Gardës Kombëtare dhe 700 Marinesave. Por Trump protestat i quajti një sulm ndaj paqes dhe rendit publik. Protestat kundër arrestimeve të migrantëve pa dokumente nga forcat federale të zbatimit të ligjit janë përhapur edhe në qytete të tjera të SBA-s, si në New York, Atlanta, Chicago, San Francisco, Philadelphia dhe Austin.